Zanat u befasuan shumë kur u takuan me specialistët në moçalin e zi. Wingsat duhet i ndihmojnë ata të gjejnë gigantin e humbur, por fajin për zhdukjen e gigantit e kishin triksat. Deri tani dy grupet nuk janë ndeshur me njëra tjetrën, por betejë tjetër është pranë. Le të presim se çfarë do të ndodh. Sa urrej të punoj në kuzhinë, nuk e kuptoj. E çfarë nuk kupton ti, Blum? Sepse shkolla e zanave nuk e përdor magjin për të gatuar darkën, nuk ka kuptim. Mjafton të tundësh shkopin magjik, një të kërcitur të kishtave, të tundësh një dy herë hundën, edhe kaq. Gjithçka është gati pa mundim. Gjithsesi, ushqimi i gatuar vet ka shije më të mirë dhe është më i shëndetshëm. Që kemi mjeshtër sfolja? Si po shkon gatimi juaj? Po thuaj se mbaruam, zotri. Patatët janë shumë të vogla, qerojni më holl. Po omeletat, mos i haroni se i dogjët. Patjetër. Gatimi është art zonjusa. Kur të mbaroj këtë shkollë, do të ha çdo darkë jashtë. Po ti mëso një herë të bësh omeletën. Jepini. Po çfarë, po prisni, ta fik njëra ventilatorin. E bëj unë. Zbrit omlet e vogël, mos ki frikë, sa haj njëri, besom. Fikeni ju thash! Do të flas me drejtoreshin që të mos ju fus më në orën e kuzhinës, se morët vesh. Ju zëna të reja silli më shumë të lashe se sa ndimë. Duhet të pastrojnë para darkës, kështu që hidhini një sy rostos. Çdo gjë është në rregull këtu. Vajza, kam një lajm të hatashëm. Ne e dim, ja dole të përjashtojnë nga ora e kuzhinës. Urime, Stella. Po, por ama kisha arsye të forta, ju e dini. Do të dalë sonte. Kam një takim, as është emocionuese. Kjo po që është arsye. Unë mora një ftesë, e gjeni dot se nga kush? Lëre se po vdesim ta dim. Nga princi Sky, e besoni, ftesë për në lagunën e Zez. Wow! Një djalë që të njeh dhe përsëri do dali me ty? Por çfarë do të vesh? Jam shumë e hutuar. Do të më ndihmoni të zgjedh ndonjë gjë? Po, mirë. Stella, po ti pas ke kaq shumë rroba. Wow. Ky është problemi. Më duhet diçka shumë e veçantë dhe romantike. Unë do ta vishja këtë. Klasik, elegant, i përsosur. Po, për funeral po, por për një takim më duhet diçka më të rejse. Si thua për këtë atëherë? Me këtë veshje të siguroj që do të lëshnam. Si mundet të blesh një fustan të tillë? Unë nuk e kam blerë. Ta kanë falur atëherë? E kam spicuar vetë. Në rësirë? Mua më pëlqen ky. Po, është ai që më duhet. A do të jetë edhe Brendoni atje? Jo, s'ka ju ala pushim mbrëmjen shërbyesve të tij. Ja pra, Brendoni nuk është shërbëtori i tij. Është asistenti dhe kjo është ndryshe. Të më falësh, Blum, thjesht bëra shaka. Të pëlqen, ë? E di, por nëse s'është punë për mua. E po, mirë, s'duhet ta kishe quajtur ashtu, Stella. Muza, mund të ma marrësh pak atë kutinë, të lutem? Patjetër. Çfarë ka brenda? Vetëm disa bijuteri. Disa bijuteri? Këto janë të mrekullueshme, por unaza është e tepërt. E po, kjo është më mirë. Blum, a mund të mbash pak, të lutem? Po ajo është unaza jote magjike. Sot nuk do të më duhet. Hej, pa më thoni, kujt i duhet skeptri magjik kur ke një princ të vërtet që mund të të mbroj? Unë do t'i besoja shumë atij djali. Kam përshtypjen që diçka nuk shkon në këtë takim. Më vjen ere keqe. Edhe unë se s'ndjej një herë. Rostoja! Nxitoni shpejt! Unë po marr fiksen e zjarrit. Çfarë rëmuje! Rëmuj, thua? Fjala e dur do të ishte shkatërim. Katastrof! Fatkeqësi! Pavëstësia juaj është e pafalshme. Mos e nuk shkrisejta. Aerolux! Po vi, vajza!
Shpresoj të keni një justifikim të mirë. Filloni me njërë punës. Dëgjuat? Darka nuk duhet të vonohet. Bëni më të mirën që të mundni. Vajza, e keni problem sikur të ham buke djath? Jam shumë e lodhur. Tani më iku edhe oreksi. Po ti si po ndihesh, Flora? Ha? Nëse, edhe unë dua të dal, me ose pa shoqërues. E po, me siguri do ishte më mirë sikur dikush na ftonte për të dalë. Unë s'kam bërë në plan të dal me ndonjë. Duhet ta provosh. Është shumë qef. Çka për qef në një takim? Për mua është një eksperiencë vlerash pa lidhje. Atëherë nuk ke që të humbasësh. Po, pse nuk i kërkon Timi të dilni bashk? Natën e mirë, vajza. Unë po shkoj të flej gjumë tani. Ej, çfarë po ndodh? Unë nuk e di. Më duket se vika nga dhoma e Stelës. Shkojmë të shohim një herë. E të quat të ju atë? Stela, a je mirë? Stela! T'kemi. Çfarë ka? Stella, ç'është dytë kjo zhurmë? Është mesi i natës. S'ka ardhur koha të zgjohemi. Ra një çantë. Gjithçka është në rregull. Ktheuni të flini. E po, tani nuk kam më kuptim sepse pas pak do të bjerë zilja. Çfarë ore erdhe mbrëm, sepse ne nuk të ndjem që të hyje. Ishte vonë dhe s'desha që t'ju zgjoja. Po si shkoj? Na i thuaj të gjitha, ha pra? Oh, por s'ka asgjë për të treguar. Dhe ti mendon se ne do ta besojmë këtë? Të lutem. Ju thash që s'ndodhi asgjë në rregull, shihni punën tuaj. Stella, Si duket vetja kësaj, jo, jo? muza lëre të qetë. Do t'i kaloj. Edhe një herë së bashku. Merë një frimthel dhe përsërisni pas meje. Kungull zhduku! Kungull zhduku! Wow! O, sa u kënaqa! Profesor Whiskys, kjo gjë nuk funksionoi. Qetësohu. Kështu ndodh kur nuk përqendroheni sa duhet. Bëni diçka, ju lutem, profesor. Merrem unë me këtë punë një herë. Ja ku e paskam. Një mi? Në raste të tilla, një frikë e mirë është ilaçi i duhur. Faleminderit, Phil. Ka problem, Uizi. Vajza, shihemi nesër për mësimin e parë mbi entosimbiozën, artjen e shndrimit të insekteve. E pat, princesha jo në vogël nuk erdhi në mësim fare. Nuk e marr vesh se çka shkrepur. Ndoshta sa i ka ndodhur ndonjë gjë dhe nuk do që të na e tregojnë ne. Por unë mendova se ne ishim shoqe. Do ta provoj unë sërish me Stelën. Më prisni këtu, dakord? Pa çfat vajz, haha. Flora ka të drejtë. Unë kujtoja se ishim të gjitha shoqja. Shoqat e falin njëra tjetrën. Me siguri Stella do të ketë një shpjegim të vlefshëm për sjelljen e saj këtë mëngjes. E po të paktën kështu shpresoj. Po kjo? Stella? O, mos. Ky vend duket sikur është goditur nga një uragan. Nuk arrita kuptoj. Çfarë po ndodh këtu? Ç'keni Blum? Mua po më kërkoje? Stella, ti e bëre këtë? Po pse? Sepse dua unazën time, Blum. S'lash vend pa e kërkuar. Ku është? Dua të di ku e ke fshehur. Stella, a je sigurt se je mirë? Do të je mirë sa po të rimarr unazën time. Ti e di ku është apo jo?
Stella, nuk po të njoh më. Qetësou, ulu dhe të flasim, dakor? Unë dua të flas. Dua unë nazën time. Hajdute. Ej! Dakor, Stella, tani mjaft. Hajdute. Nuk e di, nuk mund ta besoj. E po besoj e vajz, si e në ëndër. Po që ka hipur në kokë, vallë? Takimi me princin e bukur duhet ta ketë nxjerrë jashtë orbite. Në tokë ne do të thoshim se i ka ikur truri. Por të them të drejtën, nuk besoj se s'ka i ka gisht këtu. Duhet ta kishit parë. Ajo dukej shumë e keqe. Dukej sikur nuk ishte më ajo. Se marrvesh atë pjesën për unazën, pse po e kërkonte kur ajo ta dha vetë ty? Po sikur ti ketë humbur kujtesa, sikur të ke ndodhur diçka që e ka shpërqendruar. Këtë duhet të zbulojmë ne. Tani për tani askush nuk duhet ta marrë vesh se çfarë ka ndodhur këtu. S'do të mund ta mbajmë të fshehur për shumë kohë. Duhet të gjejmë Stelën, nuk përgjigjet në celular. Kjo do të ishte shumë e thjeshtë. Nga t'ja nisim tani. E po unë do të nisja nga takimi i mbrëmshëm. Princ Sky Heraklionit është i dyshuari numër 1. Dakord, pra. Stacioni i radhës, Shatërvani i kuq. Me kënaqësi do doja t'ju ndihmoja vajza. Por unë se kuptoj se për çfarë keni fjalën. Mbrëm unë u stërvita deri vonë dhe pastaj fjeta. Nuk e takova Stelën dhe s'ja kam dërguar unë atë ftesë. Ej, por unë se kam shkruar këtë. Sigurisht që jo. Vajza, se dini ju që Sky nuk di të shkruaj? No, na shkrive, Riven, nuk po e mbaj dot të qeshurën. Miru pafshin bukuroshe. Me sa duket dikush i ka punuar një reng, i ka ndodhur gjë asaj? Këtë po përpiqemi të zbulojmë edhe ne. Mund të më largosh këtë kafshë nga mua, të lutem? Zbrit vajz, zbrit, mjaft. Lady? Eja këtu voglushe. Rika shumë e Brendonin sa mua s'më dëgjon më fare. Ç'kemi Brendon? Ç'kemi Blum? Mirë djema, koha e pushimit mbaroi. Disa dragonj të fuqishëm dhe përvëlues po presin me ankth mbërritjen tuaj. Ndahuni tani me mikeshat tuaja. Po profesor, po vi me njëherë. Është kodator taj të mershëm. Më mirë të mos e lëm të pres. Na njoftoni për gjithçka dhe nëse keni nevojë për ndihmë, dini ku të na jeni. Po tani? Edhe po pyet? Duhet të shkojmë në Magic. Mendoni se Stella mund të jetë diku këtu rrotull? Në këtë pikë mendoj se Stella mund të jetë kudo. Atëherë pse po e nisim nga qyteti? Për shkak të lagunës së zezë. E mban mend? Një ftesë për në lagunën e zezë është fantastike. Çfarë? Pikërisht atje duhet të shkonte ajo mbrëm. Ndoshta aty do të na japin ndonjë ndihmë. Laguna e zezë. Me programin tim kërkimor do ta gjejmë në çast. Një vështrim i shpejt në artën e kompjuterit dhe ja, shikoni këtu. Çudi. Asnjë shenjë nga laguna e zezë. Tani të provojmë njëherë programin tim kërkimor? Pas ke dhe ti një të tillë? Si funksionon? Ja shikoni. Më falni zotri, po kërkoj lagunën e zezë. Laguna e zezë, më fani po nuk e kam dëgjuar asnjëherë. E shikoni, mund ta përdorni edhe ju nëse doni. Është shumë e thjeshtë. Asgjë, s'po na del gjë. Në qoftë se duan të kenë një vend të bukur, duhet të fillojnë të reklamojnë paksa. Por askush s'ka dëgjuar për këtë vend. Diçka nuk shkon këtu, nuk më pëlqen. Ndoshta duhet të kthehemi në Alfea dhe të njoftojmë zonjush Griseldën. Kaq shpejt u dorëzuat ju vajza? Dëgjoj. Një këmbgulje e tillë nuk del gjithmonë për mirë, Blum. As pajisjet tuaja elektronike. Hey, vajza, nuk është koha të zihemi. Na fal. Më fal. Më falni zonja. Më falni zonjusha që po ndërhyj në bisedën tuaj, por dëgjova që po kërkonit, unë e di se ku gjendet ajo që ju, apo nuk është puna ime që po ndërhyj. Mos po tallesh? Se nuk na e the me një herë këtë. Ti gjë për lagunën e zezë, nëse po na e thuaj, të lutem. Po, është një restorant i ri jashtë qytetit. Ju do ndiqni rrugën kryesore derisa të arrini te ura. Nuk mund t'ju shpëtoj pa e parë sepse ka një listë të madh përpara. Mrekulli, faleminderit shumë zotri. Po ky nga shkoj? Shumë i çuditshëm ishte. Ke të drejtë Tekna. Ishte vërtet i çuditshëm ky.
Udhëzimet ishin të qarta. Ja ku është edhe Lisi? Dhe ja ku është Laguna e Zezë. Kur të kthehemi në Alfea, mos harro të rinovosh programin tënd kërkimor. Programi im është në rregull. Ky vend ka diçka që shkon. Tekna ka të drejtë, se çka një parandjenjë për këtë vend. Kjo pemë nuk ka jetë, duket e çuditshme, e ftohtë dhe e largët. Sikur të mos ekzistonte vërtet, sikur të ishte një iluzion. A je e sigurt, Flora? Oh, më në fund erdhët. Po ju prisnim. Hyni, ju lutem, hyni. Është kurth, por si nuk e kuptuam ne. Po, por tani është vonë që të kthehemi pas, vajza. Ej, prit! Kush je ti? Ai do që ne ta ndjekim. Nuk më pëlqen fare ky vend. Sikur t'i jepnim një dorë boj dhe të shtronim ca qilima, do duke krejt ndryshe. Nuk është momenti për shakara të tilla, në rregull muka. Kështu do të thoshte Stella. Ta shikoni kush ka ardhur. Shoqet e mia. Unë kam ardhur thjesht të marr atë që më përket mua. Dua unazën time. Dhe do të ma jepni me të mirë apo me të keq. Oh, kujdes! Oh, mrekulli, na e hodhën. Ajo mbrojtje s'ka për të zgjatur shumë. Mos ki merak, merrem unë me këtë punë. Tekna, Mburoj. Vajza, keni nevojë t'ju çoj diku? je në kohë, Tekna. Gati për të dorëzuar? E po, mjaftu lodha duke qenë objektivi yt. Muza, mos reago. S'mund t'i bëjmë keq Stelës. Por ajo nuk është Stella. Ajo nuk ka fuqi pa unazën e saj. Dakor, mjaft luajtëm. Po, zana të vogla. Tani është koha ta heq maskën dhe të jem vetvetja. Përsëri. Ah, shtrigat. Bëhuni gati, vajza. Më prisni dhe mua, edhe mua zonjë. Natyrisht, Nat. Stella! Më vjen shumë keq, shtrigat ma punuan. Nuk e pse kërkon falje, nuk ishte faji yt. Po tani çfarë doni ju? Ende nuk e keni kuptuar? Natyrisht që unazën e Stelës duam. E gjora Stella. E burgosur në disjet e mia të energjisë që po e shtrëngojnë sa i marrin frymën. Bëni mirë të nxitoni. Unaza është shumë e rëndësishme për ne. Na duhet ajo unazë të veçele për ndryshe. Koha po s'ka don. Duhet të vendosësh Blum. Ose jetën e Stelës, ose unazën. Ky është një shantazh. Dhe ne s'vjem kur prej shantazheve. Bëhuni gati shtriga djallësore për goditjen më të fortë të jetës tuaj. Unë e bëra zgjedhjen time. Jo, nuk mund të vëm në rrezik jetën e Stelës. Blum! Në rregull, Ajsi. Fituat ju. Por këtë herë duhet ta mbani fjalën. Normalisht nuk do ta bëja, por tani ajo nuk më duhet më.
Ja dola! Skeptri është i yni! Na e hodhën e hëngrëm si të ishim amatore. E po, ndoshta nga që jemi vërtet amatore. Mund të kishim mundur. Ishim 4-4. Një betej mund ta kishte përkeqësuar gjendjen më shumë. Për mua shkëmbimi ishte ideja më e mirë e mundshme. Kush je ti që vendos për të gjitha ne? Nuk je ti shefja këtu. Tekna, edhe unë ashtu do të kisha vepruar. Ato mund të kenë bërë një gol, por loja nuk ka mbaruar ende. Çfarë do të thuash me këto? Çfarë? Nuk ka futboll në planetin tuaj? Ç'është futbolli? E janë t'ju tregoj. Është një lojë që luhet me top. Marrim këtë për shembull. Po ky s'është top. Është thjesht shembull, Tekna. Tani, ja si bëhet. Në episodin tjetër, zbulime fantastike do t'i çojnë Blumin dhe shoqjet e saj në kullën e res për të rimarrë unazën e Stelës. Misioni i tyre do të jetë plot pengesa, magji, mistere dhe kurthe magjike. A do t'ja dalin vetë apo do të kenë nevojë për ndihmë?